Stop. Nuk është më koha për të qarë, nuk është më koha për të ankuar, është koha për të marrë autoritet, është koha për të kuptuar kush je ti në Zotin. Prandaj çau sot dhe thuaj në emrin e Jezus Krishtit, marr autoritet mbi mendjen time, mbi gojën time, mbi zemrën time, mbi familjen time. Satan, shporru nga territori im, sepse këtu ka një Zot dhe ky është Jezus Krishti dhe unë i shërbej atij. Prandaj pozicionohu dhe lufto për familjen tënde, lufto për jetën tënde, lufto në botën shpirtërore. Ne nuk e kemi luftën të vëmë të rajim, të zhdepim, të gjakosemi, kur mos qoftë. Lufta jonë është në botën shpirtërore. Shko në lutje, fitoj betejat, fitoj e martesën, fitoj i fëmijët, fitoj i financat, fitoj e shëndetin. Ço dhe lufto. Shporre Satanin nga territori jot. Merr autoritet dhe shikoje se si ai do të bindet, sepse ai djalli nuk ka asnjë fuqi, asnjë.